Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live, do t'jemi së bashku minutat në vijim ku po, do të flasim për gjithë shka ka ndodhur në jetën e Neo Malsores, Mariana Koçekut, sidomos muajt e fundit, unë do thoja 365 ditët e fundit, viti i cili solli një ndryshim rrënjësor në jetën e saj. Përpara një viti ishte një deputete e sapo zgjedhur e Kuvendit të Shqipërisë si pasojë e vendosjes nga kryeministri Edi Rama, njëkohësisht kryetari i Partisë Socialiste, në krye të listës së Shkodrës në një zonë të sigurt, ndërsa sot ajo është tërhequr nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste me një mori mesazhesh në rrjetet sociale dhe shumë pikpyetjesh që e shoqërojnë vendimin e saj për të shkëputur nga grupi parlamentar i kësaj partie. Mariana Koçeku është me mua në studio. Mirëdita. Faleminderit për kohën. Mirëdita, faleminderit për ftesën. 365 ditë të zhurmshme duhet të kenë qenë, me shumë zhvillim edhe me shumë ndoshta pasiguri tuajat që jeni duke i shfaqur për hir të vërtetës edhe në statuse ku thoni nuk mendoj më njësoj si përpara një viti. Po shija një intervistë tuajën, po e lexoja më saktë në mediat holandeze, ku në një moment të caktuar thoni kur mbylla derën nga largimi i Partisë Socialiste, ndjeva liri. Pse? Siç e thatë edhe ju, ka një vetë i ngarkuar, interesant, me shumë dinamizma, me shumë ndryshime politike, qoftë në qarkun e Shkodrës që unë kam përfaqësuar, qoftë edhe në rang qendror, ka pas shumë dolli dhe përgjatë këtyne 10 muajve si deputete e Kuvendit të Shqipërisë ka pas edhe qëndrime të ndryshme që unë kam bajt për kauza të ndryshme të cilat janë pjesë e identitetit tem edhe si aktiviste ma përpara, por që i kam shpalos edhe gjatë kohës si deputete në Parlamentin e Shqipërisë. Si që kam thënë dhe ma përpara, ka pas edhe qëndrime dhe kundërshtime të ma përparshme, nështë edhe jo aq të zhurmshme, për gjëra që unë i kam konsideru jo të qëndësishme ose jo të drejta me ato që unë vlerësoj si e mira publike. Kam pas dhe kam majt qëndrime kritike dhe kërkuese jo pak herë brenda parlamentit, sidomos me kauza që unë i kam ma për zemër, si që është mjedisi, si që ka qënë Lumi Drin, mbështetje po ashtu edhe ndaj kolegëve të opozitës që kanë qëndru për kauzat mjedisore dhe për Lumin Buna, madje kam bë dhe publike mbështetjen për një deputet të Partisë Demokratike të Shkodrës, edhe pse u shoqëru me kundërshti publike nga zyrtarët e PS-s në ato kohë që unë e mbajta këtë qëndrim, por edhe kërkesa të vazhdueshme si për komunitetin që kam përfaqësuar, por edhe për kauza më rëndësi kombëtare. Pse ndjen të nevojshme të tregosh që unë kam folur dhe më përpara? Ndoshta sepse po akuzohesh pse s'ke folur më përpara? Si deputete duhet flasë dhe kjo është puna e deputetit, që t'jetë aktiv, të ngrej kauza dhe të qëndroj besnik zonit qytetarëve, diçka që e kam për detyrë ta baj dhe që besoj se deri në një farë mënyrë e kam bë, paçka se ta shëtutje synoj që ta baj me ma shumë liri dhe me ma shumë rëndësi. Ku e pengonte lirinë tuaj Partia Socialiste? Mendoj se si deputete po avarun mund të kontriboj ma shumë me këto kauza kombëtare dhe me ato gjonat dhe vlerat në të cilat unë besoj, ma shumë se sa duke qenë pjesë një subjekti partijak, Partisë Socialiste apo kujdo tjetër. E vlerësoj përfaqësinë e pavarur si një mënyrë që unë të shpalosi zonin tem dhe qytetarëve që përfaqësoj ma mirë edhe ma denjësisht, me ma liri dhe ma ndërgjegje. Kjo në mënyrën se si unë votoj ligjet, po dhe kauzat që unë ngrej si deputeta ati Kuvendi. Kur ishte momenti kur ju thatë boll është boll, dhe pse një status, fikje telefoni dhe largim nga realiteti? Ka pas një sëri ngjarjesh, nuk ka ndodhur me njëherë, ka marrë kohën e vetë si çdo vendim tjetër, ka një proces që e kam menduar në kohë dhe nuk ka ndodhur rastësisht, pra është e mirë menduar si vendim nga ana jeme. Sigurisht që protesta dhe ndollit e fundit politike e kanë përforcuar këtë vendim temin dhe më kanë bë të mendoj që është koha duhun dhe vendimi i duhun pa asnjë dyshim. Fika telefonit ka një zgjidhje për me respektu vendimin tem politik dhe mos me lanë hapësira nga askush tjetër që të influencojë mbi këtë vendim temin, që unë e kam konsideru vendimin e duhun, në kohën e duhun. Ju jeni vetëm 25 vjeç. Po. Dhe sigurisht në rrethin tuaj keni njerëz që ju këshillojnë apo ndoshta edhe ju japin direktiva. Me kë konsumuat si bisedë vendimin për t'u larguar nga Partia Socialiste? Kujt i besuat?
Këtë vendim, unë e kam konsultu dhe këshillu vetëm me ndërgjegjen teme. Ndërgjegja edhe besimi që unë kam në vlera dhe parimet caktume, kanë kënë këshilluesi më i madh edhe në këto moment, po edhe për gjatë rrugtimit tem, jo vetëm politik, po edhe më përpara, për me mos me mlargu prej të vërtetës edhe asaj që unë konsideroj si e drejtë. Që do të thot, dy vëllezërit tuaj, motra juaj, nëna juaj e morën vesh nga televizori. E kanë marrë vesh nga mediat, po. Çfarë është gjëja e parë që ju tha nëna juaj kur folët? Kam komuniku mas pak kohësh që e kam marrë vendimin, tu ma njoftë edhe karakterin nuk kanë tentu të ndërhyjnë, ma kanë respektu, janë kënë të shqetësuar për nëse unë jam mirë, por kur ja u kam dhënë këtë garanci dhe kanë pa që është vendimi ndërgjegjes teme dhe çdo gjë është në rregull, sigurisht që e kanë pranuar dhe e kanë mbështetur si çdo vendim tjetër. Nëse nëna juaj e ka mbështetur padyshim vendimin tuaj, a pati një lloj komunikimi ndoshta me vëllezrit, me motrën tuaj, a ishin ata dakord për këtë vendim? Ndoshta janë mësu pak me tipin tem rebel që e vogël dhe nuk kanë pas mundësi tjetër, as gjithë tjetër vetë se ta pranojnë dhe të më ofrojnë mbështetjen e tyre të plotë, siç kanë bërë dhe në çdo rast tjetër dhe në çdo vendim të jetës teme. Keni thënë, po vija re dhe tek media holandeze, që kam pasur shkëmbim mesazhesh me kryeministrin Edi Rama pas vendimit që keni marrë. Po ai kishit dhënë ju sinjale, shenja përpara Edi Ramës se do shkëputeshit nga Partia Socialiste? Kam pas kërkesa të vazhdueshme ndaj kryeministrit për zonën që unë jam zotuar me përfaqësu, për investimet publike, për nevojën që ka komuniteti, qoftë nga ana infrastrukturore, qoftë nga ana mjedisore, dhe për gjitha këto e kam ngrit zanin dhe besoj i kam dhënë shenjat në kohë që kërkoj dhe jam disi kritike me ngadalësinë e gjanave dhe me harresën që kjo qeveri dhe qeveritë e mëparshme kanë pas ndaj zonës nga unë ve. Dhe kjo në fakt ka kënë dhe shtysa e me më e madhe që t'i hy politikë, të ardhunit nga një zonë që nuk ka pas absolutisht investime publike në mase disa dekada dhe që mungesa këtyne investime publike ka që dhe në boshatisin dhe në izolimin. Vetë në takimin me kryeministrin më ka thënë që është një zonë që ai nuk e ka has kurrë dhe nuk e ka idenë se ç'a bëhet aty. Është kjo në rregull? Në Sarama, që nuk e kam idenë se ç'bëhet. Kur e kam taku për herë të parë në podcast, unë besoj se kjo nuk është në rregull që kryeministri vendit mos ta di aq më tepër që Dukagjini nuk është një zonë pa peshë, nuk është një zonë e vogël. Ti beson vërtet që ai nuk e di? Kështu është shpreh pakten, që nuk ka qenë kurrë edhe nuk e di se ç'a bëhet në atë zonë. Prandaj këmbgulja jeme ka qenë edhe më e madhe për vëmendje dhe investime publike në ato zona. Herën e fundit që jeni takuar përballë të paktën mediatikisht me kryeministrin Edi Rama ka qenë në Shkodër dhe ju vendosët të bënit këtë komente. Dëgjojmë pak bashkë. I nderuar kryeministër, mirë se erdhe në Shkodër. Si Gen Z më pëlqen shumë edhe bluzat që ke vesh sot. Çfarë ndodhi pas këtij komenti dhe pas këtij takimi? Si Gen Z, të thot si pjesë e gjeneratës Z, që është edhe brezi që ka iniciu këtë protestë dhe po e mban gjallë besoj në formën më të bukur të saj, bluza kryeministrit mbante një flamingo, një simbol që u bë simbolik e protestës. Protestën deri në momentin që unë u shkëputa nga grupi i Partisë Socialiste e kam mbështet në heshtje, pastaj erdhi momenti që ta bëja dhe publikisht, dhe ky koment ishte shumë i sinqert nga ana jeme si një pëlqim i kësaj simbolike, po dhe mbështetje e protestës që po ndodhte edhe jashtë mureve të Kalas, po dhe në kryeqytet në ato ditë. Nuk mu përgjigj. Pra nuk pati ndonjë koment lidhur me këtë që ju i thatë publikisht? Jo, nuk ka pas. Atë ditë? Nuk ka pas. Okej, nga që në media u aludua që kishit pasur një bisedë. Janë aludu shumë gjana në media, por nuk ka ndodhur që Rama t'ju thot asgjë për këtë? Jo, ka qenë thjesht ky koment nga ana jeme. Okej, komente nga kolegët tuaj nuk është se kanë munguar, kryesisht nga kreu i grupit parlamentar, Tauland Balla, i cili është shprehur kështu. E shohim pak bashkë. Lidhja. Imagjinoni këto atëherë duke bë kështu, duke bë nga këto reels me generatori këtu poshtë. Nga regjia, nëse mundet të shohim zotin Tauland Balla. Po. Partia Socialiste e Shqipërisë të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste të Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti,
Dhe kur të votohet drejt presidenti, ka drejt dhe të përdori mandat. Unë kam kryesu listën e mbyllën të qarkut Shkodër. Është një sistem elektoral që unë e kam gjetë, pavarësisht kritikave që mund kem ndaj këtij sistemi, po unë kështu e gjeta, nuk e solla unë, është sistem gjysmë i hapur, gjysmë i mbyllur me gjitha subjektet e partive politike në Shqipëni. Fakti që unë kam kryesu listën e mbyllur nuk më detyron që unë ta dorëzoj mandatin, sepse Jo, kryesuat listën e mbyllur të Partisë Socialiste. Po, por unë betimin e kam ba mbi kushtetut, jo mbi statut të asnjë partie. Dhe përderisa kushtetuta mu ma një të drejtën që ta ushtroj mandatin tem deri në fund, besoj se kjo drejtë mbetet me mu. Dhe unë mendoj që më e rëndësishme është përfaqësia e qytetarëve, dhe unë jam betu në atë parlament që do t'i përfaqësoj... Zoti Taulant Balla thot, kryeson të listën e Partisë Socialiste, që do të thot është votuar nga socialist, dhe sot Mariana Koçeku nuk përfaqëson socialistët. Për këtë e ka. Unë mendoj që... E di pse e thot zoti Balla, mendoj unë, dhe kushdo që mund thot, okej, Mariana do të mos jetë pjesë e Partisë Socialiste, pse nuk e lë mandatin? Sepse atë mandat e ka fituar në logon e Partisë Socialiste vetëm një vit më parë. Se për shembull, një tjetër shkodrane, siç është në mos gaboj Dona Bilali, mori 10.000 vota dhe s'u bë deputete, se ishte në listë hapur. Ndërkohë Rama ju besoi vendin e parë të asaj liste. Kur jam bë pjesë e Partisë Socialiste dhe kam shpa kandidaturën teme si deputete, unë jam bë pjesë me emrin edhe me imazhin tem. Dhe unë kam kënë pjesë intensive e fushatës në gjithë qarkun e Shkodrës, jo vetëm në qytet, po në gjitha skajet e qarkut, ku kam kërku vota për Partinë Socialiste. Pra, e kam një kontribut gjatë kësaj fushate që nuk mund të më mohohet. Dhe pa dyshim që votat nuk kanë ardhur vetëm nga ana e socialistëve besnik ndër vite ndaj kësaj logoje, po dhe elektoratit gri edhe elektorat të partive të tjera, që besoj se njofja e ma përparshme me mu, po dhe edhe influenca, ka ndikuar. A mund të të besojnë më elektorati gri apo edhe socialistët, të cilve përpara një viti i thua votoni Partinë Socialiste, pas një viti i thua jo, nuk janë zgjedhja e dur? Ata mundin me gjyku në përmjet aktivitetit tem të matejshëm dhe koha mundet me tregu nësë ata do mbështesin ose jo. Kënë djerë do një loj drithije që ndoshta po nxitohem? Apo je e bindur në gjithë vendimin që ke marë? Jam kënë shumë e bindun dhe vazhdoj t'jem edhe ma e bindun, që është vendimi duhun dhe mundem me kënë një deputete dhe të përfaqësoj më mirë qytetarët në këtë mënyrë se sa tu kanë pjesë do një subjekti tjetër. A ndoqe një rrugë juridike apo edhe zyrtare për të njoftuar Partinë Socialiste që po shkëputesh prej tyre, pra nuk di a informove grupin parlamentar apo vetë partinë? Lajmërimi ka kanë direkt nëpërmjet statusit në momentin që ne kam bë publik largimin. Pra nuk keni njoftuar në Kuvendin e Shqipërisë? Jo. Ka kanë zgjedhja jeme që kjo zgjedhjet mos influencohet nga asnjë palë dhe ti qëndroj besnike deri në fund këtij mendimi dhe kësaj bindje që unë kam. Cila ka qenë mbledhja më e vështirë që kujtoni ju në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ku ju keni ngritur zërin për një kauzë dhe jeni kundërshtuar? Nuk mund të mendoj për mbledhjet më të vështira. Unë kam folë në mbledhjet e zgjeruara të grupit parlamentar për çështjen e hipotekave që për tanë Shqipërinë, po sidomos për zonën nga unë vjash problemi kryesor, për rëndësinë e kullave, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, mbrojtjen e arkitekturës, e kam shpalos si kërkesë të banorëve që unë përfaqësoj edhe si nevojë shumë të madhe për te lokalitetit që të zbatohet edhe të ndjeket një rrugë ligjore për me ardhur në ndihmë më shpejt qytetarëve. Kur ju thash më herë kolegë tuaj të cilët e kanë komentuar, prandaj u pyeta për mbledhjet e grupit Partisë Socialiste, jo vetëm zoti Taulant Balla, unë kam pasur në këtë studio zotin Erion Braçe, i cili u shpreh se nuk ju kishte dëgjuar ndonjëherë në mbledhjet e grupit parlamentar, që të kishit pak kënaqësi qoftë për atë që ndodhi në Theth, po ashtu edhe për atë të cilën keni bërë statuse së fundmi për Zvërnecin. Dëgjojmë pak bashkë zotin Braçe shumë shkurt. Unë kam një parim timin që unë nuk komentoj deklaratat e tjera. Sjelljen po, edhe mundet. Unë nuk kam dëgjuar gjë për Thethin në grup parlamentar të Partisë Socialiste, madje unë nuk kam dëgjuar edhe për këto. Këta persona s'kan folur asnjëherë në mbledhje. Për fat të keq jo,
se kam dëgjuar. Kishim një mbledhje në shumë të gjatë, edhe në fundjavë. Së fundmi, po. Po më vjen keq tani, përveç 2-3 vetëve, unë nuk dëgjova njëri tjetër aty. Mariana Koçeku, a i ka shfaqur në njerë në mbledhje të Partisë Socialiste qëndrimet e saj? S'kam dëgjuar gjë. Asnjëherë. Në grup parlamentar të Partisë Socialiste, jo. Reagimet dhe qëndrimet e mia nuk kanë qenë aq të shpeshta sa ato të zotit Braçe. Këtu me ka kufizu padyshim edhe eksperienca e limitume politike, se unë kam vetëm 10 muaj që jam pjesë e parlamentit dhe strukturave politike si përfaqësuese, pa eksperiencë të ma përparshme politike dhe me ashtë do shkohë për me kuptu se si funksionojnë gjanat dhe sigurisht për me fitu edhe eksperiencë të ma teshme dhe si që thash, unë kam reagu dhe kam majtë qëndrim për pjesën e hipotekave dhe ligjeve që është nevojshme me joarë mandim qytetare me pjesën e dokumentacionit dhe trashëgimisë kulturore, dërsa reagimet e mia të tjera kanë ardhur në parlament ku kam ngrit kauza kryesisht me rëndësi mjedisore, por edhe për infrastrukturën dhe për shërbimin publik. Jam kurioze çfarë ndodh në vijim me Mariana Koçekun. E shkëputur nga Partia Socialiste, ju më thatë, unë nuk e kam 1 apo 2 apo 3 persona që më këshillojnë, unë jam duke vepruar si pas ndjesive, bindjeve të mia dhe besimit tim. Çfarë do bëni në të ardhmen? Kjo është fillimi i një etape të re politike për mu. Vendimi ashtë unë do vazhdoj si deputete e pavarur deri në fund, pra të 3 vite unë do jem si përfaqësuese e pavarur në Parlamentin e Shqipërisë. Sigurisht do jem një zë kritik, një zë që sjell zënin e shumë qytetarëve dhe që do ngrej edhe më shumë kauza në vijim. Për mua është shumë e rëndësishme që të kem lirinë e ndërgjegjes në të veprumit dhe të përfaqësumit si deputete e Kuvendit të Shqipërisë. Besoj kjo është themelore për çdo deputet që vendos si jetë pjesa e atij kuvendi, që të votoj për ligje që i konsideron që të jenë në të mirën e publike, përndryshe mos i votoj dhe të mos i aprovoj, dhe çka është më e rëndësishme të flas për gjëra që janë në interes publik dhe në interes të shoqërisë shqiptare. A do krijoni një platformë të re, një parti të re politike? Unë po punoj dhe synoj të shpalos disa pika të platformës teme si deputete e pavarur, ku do të jenë pika që përkojnë me interesin qytetar, për te ati lokal, pra që do jenë pika me interes gjithëpërfshirëse për shoqërinë shqiptare, por që kanë bajnë edhe me formimin tem, si që përmenda mjedisi, e konsideroj mjedisin si thelbin e qenies teme politike, dhe mendoj se Shqipnia ka nevojë më shumë se asnjëherë që ta kthejnë vëmendjen drejt mjedisit, jo si diçka thjesht estetike, po si diçka me nevojë të madhe ekonomike, por edhe si një urgjencë kombëtare me çka po ndodh sot, duke përfshi edhe katastrofat natyrore, por edhe ligjet e gabume që nuk po e respektojnë natyrën edhe vendin tonë siç duhet. Në Partinë Socialiste ka edhe një figurë tjetër që duket se nuk është fort në një moment pozitiv, siç është zonja Elisa Spiropali. A gjeni ju piktakime me të dhe situatën e saj? Kam lexuar nga rrjetet sociale kundërshtit që ka pas me këtë subjekt. Mendoj se çdo kush ka lirinë e vet që të shprehi bindjet, vendimet dhe qëndrimet e veta. Unë besoj se është mirë për çdo qeveri, çdo subjekt politik që të ketë sa më shumë demokraci të brendshme, sa më shumë zona që janë të ndryshme, por edhe që sjellin pikpamje të ndryshme. Kjo i ban vetëm mirë çdo lloj demokracie. Nuk do kërkoja emra, po a ka kolegë tuaj që mund t'ju kenë përgëzuar për vendimin që keni marrë në radhët e Partisë Socialiste? Ka pas kolegët e Partisë Socialiste që më kanë mbështet privatisht, më kanë inkuraju dhe kanë respektu vendimin tim. A mendoni ju që në parlament, në radhët e Partisë Socialiste ka deputet që nuk e meritojnë të ulen në ato karrike? Detyra e deputetit është besoj përfaqësimi më i lartë publik dhe duhet një ndërgjegje shumë e lartë dhe një përgatitje shumë e madhe profesionale, për çka është më e rëndësishme besoj ndërgjegja publike, sepse aty vendoset për fatin e vendit tonë, për fatin e qytetarëve të Shqipërisë, dhe pikë pari mendoj që deputeti duhet të jetë shumë i vetëdijshëm për rolin e tij, për kompetencat dhe të detyrimet që ka, edhe të drejtat e veta, dhe mbi gjitha të përdor një ndërgjegje të pastër në mënyrën se si e përdor kartonin dhe çfarë qëndrime mban në të mirën
ose jo të qytetarëve të Shqipërisë, por është e rëndësishme mbi gjitha besoj ndërgjegja publike. A ka tentuar Partia Demokratike apo ndonjë parti tjetër opozitare të tërheqë? Kam pas komunikime, janë interesu nëse jam mirë, por nuk kam pas asnjë komunikim për te kësaj. Në çfarë kam vënë re kohët e fundit, keni zhvilluar takime dhe me eurodeputet. Po. Por Partia Socialiste në djenin time ju ka përjashtuar nga komisionet, apo jo? Nuk jam ma pjesë e organizmave ndërkombëtar si antare e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, jam pjesë e Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, paktën deri tani. Si që përmendet dhe ju, kam qenë një javë në Bruxelles, ku kam zhvillu disa takime intensive me disa eurodeputet dhe jam qenë ftuar prej tyre për me folë për situatën politike, largimin tem nga ky grup parlamentar, protestat, demokracinë dhe esurinë e Shqipërisë në prag të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Mbështetja tyre ka qenë e madhe ndaj veprimit tem, mbështetje morale për jo vetëm, por dhe mbështetje ndaj kauzës dhe reagimit qytetar që kena pa muajin e fundit në rrugët e kryeqytetit. Në momentin që ju morët vendimin për të shkëputur nga Partia Socialiste, pati dhe nga ata të cilët donin të vendosnin Marianën ndoshta në situatë të sikletshme, ndoshta përballë vetvetes, duke vendosur atë që ju thoshit për CES-in në periudhën e përpara një viti dhe atë që keni thënë së fundmi. Cila është Mariana e vërtetë dhe ku shkruajti vetë Mariana dhe ku shkruajti partia? A ju detyruan ta bënit statusin para një viti? Nuk më ka detyru askush. Unë qëllimisht nuk e kam fshijat status, sepse du që t'jetë gjithçka transparente dhe du që njerëzit ta dinë qëndrimet që unë kam majtë në kohë, tek e fundit është përgjegjësia jeme dhe detyra si deputete që t'jem transparente sa më shumë me qytetarët, që unë përfaqësoj. E kam thënë dhe më përpara dhe besoj se ndërhyrja që u bë në theth, u bë në mënyrën e gabuar, pavarësisht pa rregullsive që mund ketë pas, koha që u gjet, arroganca dhe pabesia, por megjithatë dhe fyrja që ju bën atij komuniteti, besoj janë të gabuar dhe të teprume. A e mbështet ende atë ndërhyrje siç e mbështesjen atë status edhe Benet Becin edhe Edi Ramën? Mendoja shumë e rëndësishme që në Shqipëni të vendoset një standard për turizmin. Besoj se Shqipënia ka potencialin e plotë që zhvilloj një turizëm të mirë, një turizëm të qëndrueshëm, pa cënu as identitetin vendas, pa cënu ekonominë familjare dhe të bë vend mjaftueshëm për vizitorët nga gjithë bota. Gjithmonë të mendu edhe për natyrën se Shqipëni tjetër nuk kena. Dhe këtë që kena, besoj se kena mundësin dhe duhet kena mbi gjitha përgjegjësinë dhe vedijen që ta mbrojmë edhe t'i dedikohemi ashtu siç e meriton dhe siç kena detyrën për me ju dediku. E gjitha, në momentin që ti flet, komenton apo dhe tregon kauzat dhe gjërat ku ti beson, më kujton një person dhe një personazh që është i njohur në fakt ndërkombëtarisht, Greta Thunberg, unë besoj e një edhe ti. A sheh pik takime me të, ideologjinë e saj, nuk e di, mjedisi, mbrojtja e mjedisit, kauzat? Jena tipologji të ndryshme, e kam njek her pas here aktivizimin... Sigurisht, ti nuk je arrestuar aq shpesh sa ajo, besoj. Jo ndonjëherë. E kam ndjek aktivizmin e saj her pas here, vlerësoj rezistencën dhe qëndrueshmërinë aq më tepër tek kauzat mjedisore dhe klimatike, aq më tepër që është në një moshë shumë të re. Besoj se kauzat mjedisore janë të rëndësishme globalisht edhe për vendin tonë gjithashtu, dhe mendoj që ka ardhur koha që brezi i ri t'i përgjafoj gjithnjë më shumë këto qëndrime publike që janë në të mirë të natyrës dhe prekin secilin prej nesh. Çfarë ke fituar dhe humbur gjatë një viti? Nuk besoj se kam besoj se eksperiencat që kam fitu, njohjet në terren, takimet me njerëzit, më kanë pasunu shumë si nga eksperienca për edhe perceptimi jem qytetar, si banore e këtij vendi, por edhe si përfaqësuese e tyne. Ka një eksperiencë e vlefshme për me njohë vendin tem në një prizëm tjetër, por edhe njerëzit, problemet e tyne, hadhet, mënyrën se si jetojnë, mënyrën se si e shohin shoqërinë, se si bëhen pjesë e shoqërisë, si angazhohen ose si refuzojnë të angazhohen në jetën qytetare dhe publike të vendit vet. A do të shohim ndonjëherë duke mbajtur fjalim në protest? Nuk e di, nëse... Ke qenë prezente, ndaj pyes.
kam kanë prezente në protest, e mbështes shumë protestën, kam vendosur të marrë një farë distance dhe nëpërmjet kësaj distance ta respektoj kafzën e tyre qytetare në lirinë e tyre të plotë që të shprehen siç ata e konsiderojnë me vend që të mbajnë qëndrimin dhe të shprehen po ashtu. Do vazhdoj të mbështes në tëra mënyrat që unë mundem, siç e kam bërë me praninë e institucione ndërkombëtare, siç e kam bërë me artikuj në mediat ndërkombëtare dhe në çdo studio ku unë jam pjesë po ashtu dhe me rrjetet e mia sociale, mendoj se është një revolucion shumë i bukur energjie dhe është më bukur që është iniciu dhe përmbahet nga brezi i cilit unë i përkas. Kjo mban shumë krenare dhe më motivon shumë për të ardhmen e vendit tonë. Apo kërkon ti ndërreshta të jesh figura e Partisë Shqipëria e Re? Nuk e di çfarë partie është kjo dhe qëllimi jem është që të jem sa më aktive, ta meritoj plotësisht dhe t'i përfaqësoj sa më denjësisht qytetarët edhe mandatin që unë kam si deputete në Kuvendin e Shqipënisë dhe besoj kjo është ajo që ka më rëndësi se çdo subjekt politik, siç e thash në këto 3 vite që kena përpara, qëllimi jem është që të jem dhe të mbetem deputete e pavarur dhe të jem sa më kritik dhe sa më aktiv në gjitha çështjet që unë i konsideroj në të mirë të publikes. A i njeti Edi Ramës sot punë të mira? Besoj se ka gjëra të mira që nuk duhet t'i mohohen as kryeministit Rama, as paraardhësve të tij dhe duhet i njihet merita çdo kujt që ka bë ose tenton të bëjë mirë për këtë vend pavarësisht subjektit partijak cilit i përket, pavarësisht edhe kritikave që mund kena. Nuk jam personi që kam tendencën që të bëj zi çdo person apo grupim ku nuk bëj ma pjesë ose me cilët nuk përkojnë ma parimet dhe besimet e mia. Besoj shumë në demokraci dhe mendoj që në parimet e demokracisë është edhe të kanonit i drejt me veten, me njerëzit, me qytetarët edhe me përfaqësuesit. Çfarë do i thoje sot Edi Ramës? I kam thënë ato që kam pas me i thënë, nëpërmjet qëndrimeve që kam marrë publikisht, nëpërmjet edhe mesazheve që kena pas në mënyrë private. Nuk kam asgjë tjetër për me thënë. A do të tentosh të kërkosh kolegë të tu t'i bashkohen, afrohen nismës tënde, platformës tënde, që në fakt përputhet shumë edhe me kërkesat e protestuesve? Platforma jeme është si deputete pavarur, pa ndonjë grupim të caktuar, as të synuar, as pak. Unë inkurajoj çdo deputet të cilës do parti që përfaqëson në Parlamentin e Shqipënisë, që qëndroj për ato që ka me të vërtet beson, edhe të respektojë, përfaqësoj sa më denjësisht interesin qytetar. Kjo është më rëndësishme. Bëri përshtypje për të rikthyer në fillim të intervistës tek media holandeze. Në një moment të caktuar ju thoshit që Ramës jam përgjigjur nuk kam frikë të jem vetëm, përkundrazim, pëlqen të jem vetëm edhe jam mësuar kështu. Vetëm. A fitohet vetëm? Po, politikisht nuk mund t'jesh kur vetëm, sepse politika është një bashkësi dhe unë besoj se unë jam shumë dhe rrugës do jem edhe ma shumë, se vetë veprimtaria jeme në vazhdim dhe koha do t'a gjykojnë dhe njerëzit do t'a gjejnë veten në parimet edhe në platformën që unë do shpalosi rrugës. Cila është e pavërteta më e madhe që është thënë për ty gjatë muajit të fundit? Nuk kam arrit me i po gjitha, po besoj edhe... Po, se zakonisht Mariana fik telefonin. Por nuk sheh asgjë. Mund t'jetë thonë shumë, por nuk e di realisht nuk kam arrit që t'i shoh gjitha. Por janë thënë të pavërteta. Me siguri, por nuk më shqetësojnë as pak. Koha do i tregojnë. Qartë. A ke diçka të fundit që do i thoje njerëzve që të ndjekin? Mesazhi jem është njerëzit duhet gjithnjë më shumë të bëhen sa më kërkues ndaj politikanëve. Është detyrë qytetare dhe aq më tepër sot besoj se po jetojmë ditë shumë të mira demokracie. Qytetari shqiptar nuk ka qenë kur më i angazhuar për publiken dhe për atë çka i përket atij. Besoj se secili duhet ta ngrizonin gjithnjë më shumë kudo që të ndodhet për interesin publik, për problemet tona dhe për ato që janë në interes të vetë vendit tonë. Sot është koha më e bukur edhe unë besoj shumë në këtë kohë të cilën po jetojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Për bisedën, kohën edhe përgjigjet. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Publicitet, kthehemi pas pak.